projektet, një pjesë projektet të reja, apo këtu projektet e mëdha që i ka përmend në ekspoze, nuk janë përfshime në buxhet. Buxheti i viti 2026 në pjesën dërmuese përbëhet prej projekteve të stërzgjatura nga vitet paraprake që nuk kanë përfunduar kurrë. Dikon vetëm 6% e investimeve kapitalit para në buxhetin për vitin 2026 janë projekte të reja për vitin 2026. Pra, vetëm 6%. Pjesa tjetër e buxhetit. Gjithçka është bartje nga vitet paraprake. Pra, është një buxhet që është kopje e buxhetit të vitit paraprak dhe nuk mund t'i themi që paraqet një buxhet të ri, një vizion të ri, një plan të ri, se si do të qeverisë. Unë po i flas vetëm ato që i kemi dëgjuar në kuvend, a është parapar ndonjë milion, se tani po thoni as 1 milion, ndonjë milion për premtimin që do ketë 400 milion euro investime për 4 diga të reja. Në sigurin ujore, a keni parë dikun që janë ndarë mjete? Jo, për diga të reja është një shumë të ashtë mund të gaboj me numra, për shkak se nuk mund t'i mbaj men numrat për gjitha ato projekte që po i numroni. Mirë, po për diga të reja është parapa një shumë simbolike, shumë e vogël, që nuk është as përsafërmi në përputhje me 400 milion euro të paraqitura nga kryeministri në ekspoze. Kështu që ajo çka mund të themi është që paraqitja në ekspozen e kryeministrit nuk reflekton buxhetin. Pra, ky buxhet nuk reflekton ato premtime, por ky buxhet duket që është një buxhet emergjent, një buxhet sa për të kaluar në kuvendin e Kosovës, por që nuk paraqet asnjë plan të ri, asnjë ambicie se si qeveria do t'i qaset adresimit të sfidave që si ka mundësi asnjë plan të ri, asnjë ambicie kur kryeministri vazhdimsi potencon që ky është për ka volumi është një buxhet i mjaft i madh dhe krahasuar me momentin kur ai kishte marrë detyrën, pra gati është dyfishi i buxhetit. Janë 4 miliard euro buxhet total, është 1 miliard euro parashikimi për investimet kapitale. Dhe thoni që gjithë këto 1 miliard euro do të shpenzohen tërësisht për ato që nuk janë përfunduar sipas planifikimeve të mëparshme buxhetore? Pikë pari do të pasur parasysh që buxheti është plan dhe plani jo gjithmonë realizohet. Ne kemi pa që kjo qeveri në vazhdimsi ka pas shpërputhje të madhe mes asaj që ka planifiku dhe asaj që ka realizu. Kemi pa që edhe në vitet paraprake kjo qeveri ka parapa investime kapitale me ka 700 milion, 800 milion euro, po në fund i ka realizu vetëm 500 milion euro. Kemi pa edhe vitin e kalum, kur kjo qeveri ka thonë që buxheti do tjetë 4 miliard euro, por kjo qeveri asnjëherë nuk ka arriti shpenzoj 4 miliard euro. Kështu që është një dallim themelor mes asaj që ka planifikohet dhe asaj që ka realizohet. Sa i përket lartësisë së buxhetit, shqoni, kjo qeveri nuk ka ardhur, kjo parti, që po qeverisë vendit, nuk ka ardhur në pushtet dje. Po i bën 6 vite në pushtet. Nuk janë pak. Një gjatë tjetër që ka ndodhur për 6 vite është një rritje e madhe e çmimeve. Ne ta krahasojmë mënyrë drejt për drejt buxhetin e vitit 2026 me buxhetin e vitit 2010, për shkak se 1 euro në vitin 2010 ka pas shumë më shumë vlerë se sa 1 euro që ka në vitin 2026. Prandaj 4 miliard euro të 2026-ës nuk janë ekuivalente me 4 miliard euro të 2010-ës. Ajo që kemi pa, për shembull, ne kemi pa që kryeministri po i referohet buxhetit të viteve paraprake si buxhet më i ulët. Mirë, po në atë kohë me atë buxhet më të ulët ju kry shumë më shumë punë se që po kryen tani me buxhet më të madh. Me një buxhet më të ulët, vetëm këtë të lutem. Me një buxhet më të ulët, dikon më shumë se për gjysmë e buxhetit aktual, qeveria e Kosovës, kur ka qenë Partia Demokratike e Kosovës duke udhëheq vendin, ka ndërtu autostrada me standarde evropiane, cilat po i shfrytëzojmë edhe sot. Ka ndërtu shkolla, ka ndërtu rrugë në çdo fshat, ka ndërtu infrastrukturë, me një buxhet sa gjysmë e buxhetit tanishëm. Dhe me që po krenohen me lartësinë e buxhetit që kanë arritur në këtë kohë, atëherë le të urdhërojnë, le të na tregojnë se çka kanë bërë me atë buxhet që pas kanë arritur. Ku shkuan ato para? A u ndërtuan rrugë të rëndësishme të këtij vendi? A u ndërtuan hekurulla?
apo u ndërtun spitale, a u ndërtun universitete, a u rritën pagat, a u rritën shumë pensionet, a përfitimet e kategorive të luftës. Kush po jeton sot ma mirë në Kosovë si rezultat i rritjes së buxhetit të kësaj qeverie. Ajo që kemi dëgju në vazhdimësi, ka qenë që qëni ne po i rrisim tyrat e qeverisë. Nuk është mision i vetëm i qeverisë të i rritë tyrat. Rritja tyrave të qeverisë merë kuptim vetëm nëse me ato tyra krijohen kushte për zhvillim për një jetë më të mirë në Kosovë. Dhe ajo që ka po dëgjojmë ne nga kjo qeveri, na flasin vetëm si po arrin të marrin tyra nga qytetarët, mirë po nuk po e vazhdojnë tregimin me tregu se çka po bëhet me ato tyra. Edhe për rishpërndarjen pas pak, por më intereson tani një pyetje më tepër si ekonomist se sa si opozitë që jeni aty, mos realizimi i tërësishëm i buxhetit. Kishte një raport të Institutit GAP shumë interesant që thotë që për 4 vjet ka mungesë realizimit të 1 miliard eurove tek investimet kapitale. Pra për ta thjeshtësuar, kanë qenë planifikuara në buxhet, por 1 miliard nuk janë realizuar fare. Si ekonomist, çfarë efekti shkakton në fushën e investimeve mos realizimi i 1 miliardve? Shpërndar në 4 vite. Negativ, kja ngadalëson ekonominë. Ngadalëson ekonominë, po dua ta thjeshtësojmë që të na kuptojnë ata që nuk janë 1 miliard euro, qeveria nuk prodhon para. Qeveria parat i merr nga qytetarët. I merr nga tatimet e punëtorëve, nga tatimet e biznesëve. Apo? Dhe këto 1 miliard euro që i ka pas të hyra qeveria, i ka tërheq nga qarkullimi përmes tatimit. Pra, pagën që e merë, një pjesë nga paga ju e keni pagu tatim qeverisë. Atë pjesë parave ti nuk e ke në dispozicion me shpenzu. Biznesi që e ka pagu tatimin qeverisë, apo, ajo pjesë e tatimit, ajo pjesë e parave, nuk është më ndur biznesit, po është ndur të qeverisë, apo është tërheq nga qarkullimi. Dhe tash qeveria, në vend se këto para t'i kthej në ekonomi përmes investimeve, ato para nuk i ka kthy për shkak se ka dështu me realizu investimet. Pra, është tërheq paraja nga qarkullimi dhe nuk është kthy në qarkullim. Kjo Kryeministri thot në vazhdimsi që ato para janë rishpërndar tek qytetarët. Sikur t'ishin përfundu këto projekte. Për shembull, pe marrim si shembull autostradën e Gjilanit. Apo një projekt i madh që ka gjetë kjo qeveri, por që nuk e ka realizu asnjëherë. Sikur të kish përfundu me kohë, sot kishen duke i dhënë frytet e saj. Rajoni Anamoravës ishte bë më atraktiv për investitorë. Qytetarët e Anamoravës nuk kishin rreziku jetën çdo ditë në këtë rrugën aktuale, por kishin pasin siguri më të madhe.